përdoret për presion politik, kur ti thua, shiko, më jep këtë vendimin, të jap këtë pagën. Nëse ti s'bën këtë vendim, unë nuk t'i jap të pagën. Nuk është kjo. Çështja nuk është thënë asnjëherë kjo çështja, ose do të ta ul pagën, sepse ti nuk meriton që të jesh, sepse ke kaq vonesa në gjyqësor dhe unë do të ta ul pagën. Se ti nuk i jep përgjigjur qytetarëve dhe unë do ta ul pagën. Se ti i mëron gjyqtarët në errësirë edhe s'ta merr vesh njëri se si e mëron apo prokurorët dhe unë do të ul pagën. Se ti nuk e arritur objektivat e antarësimit të vendit dhe unë do të ta ul pagën. Nuk jemi këtu dhe nuk po bëjmë këtë gjë. Po themi, pagat i cakton, Këshilli i Ministrave i propozon, pra qeveria ja propozon parlamentit dhe vendos parlamenti i Shqipërisë. Nuk mund të vendosi një gjykat për pagat e veta. Jo, e qartë, po është keqbesim ndryshimi i një ligjit pa konsultim, apo duhet thjesht vendimi politik për ta miratuar? Ky është pretendimi një pale që thotë ke bërë ligjin pa më konsultuar. Pastaj gjykata do të çmojë, është konsultuar ligji apo nuk është konsultuar ligji. Dhe që të marrësh dhe ta lidhësh pagën pandi për